parime dhe rrethana. Prandaj edhe publikisht i parashtroj pyetje dhe vetë shtetit, por e gjithë neve që merrem me këtë materie. Pse një shtet që pretendon integrim evropian friksohet nga një provim i gjyqësorit në gjuhën shqipe? Pra nuk ka përgjigje. Apo ndërtojmë një gjyqësor profesionist apo gjyqësor etnikisht të filtruar. Pra këto janë diametralisht procese të kundërta. Nëse ligji garanton përdorimin e shqipes dhe e garanton, pse institucionet zbatojnë atë në mënyrë selektive? Për arsye se drejt për së drejti, kandidati i cili kërkon provimin ta mbajë në gjuhën shqipe, atij as që i lejohet që të mbahet provimi. Çfarë mesazhi u dërgohet juristëve të rinj shqiptar? Të studiojnë drejtësi apo të largohen nga vendi? Pra si do ta justifikojmë institucionet praktike për Bashkimin Evropian, kur ne japim raportet e caktuara për çështjet që kanë të bëjnë drejt për së drejti me këto prova dhe veprime. Prandaj janë procese, sepse edhe në emërimin e gjyqtarëve, edhe në emërimin e prokurorëve, edhe në dhënien e provimit të Akademisë për prokuror dhe gjyqtar, besoni që është dime 19, 1/19, 1/21. Kjo është diametralisht e kundër, prandaj është një fazë e re me të cilën opinioni shumë pak e ka prek këto problemet, mirë po ajo ka shkaktuar shumë viktima. Tash kemi raste kur noter ose gjyqtar, prokuror vinë nga pjesa maqedonase për të mbuluar territoret shqiptare, dhe kjo bie në kundërshtim me të drejtën elementare të ushtrimit të profesionit dhe çështjeve. Pra të gjitha provimet të cilat shtetërore që i jepen, ato janë në gjuhën maqedone, por e vështira është se nuk lejohet edhe procesi simultan i përkthyer. Më flasim se ka të drejtën e terminologjisë, sepse terminologjia juridike është gjuhë në vetë dhe gjuha shqipe është shumë e pasur. Dhe kur bëhet interpretimi i saj, se kur flitet në gjuhën maqedonase, e ka shumë vështirë studentët të shprehin ato njohuri. Ose do të themi që nuk ka, pse të ketë fakultet gjuhë shqipe, që ose një jurist nuk mund t'jap provimin e gjyqësorit apo të jurisprudencës. Profesor, për gjitha pyetjet që ju ngritet pak më lart, deri tani nuk është se ka pas një reagim nga qeveria për këtë çështje. Po nuk ka pas reagime nga qeveria për arsye se pjesëtarët shqiptar në përgjitha ministri që janë pjesëmarrës në për institucione e përfundojnë rolin e tyre vetëm në aspektin politik për të kapur dhe zëvendësuar numre, dhe ana tjetër nuk i shohin padrejtësitë institucionale që janë të trashëguara nga komunizmi dhe vazhdojnë të jenë akoma më të egra se në të kaluarën. Unë një ndër ato viktima që jam edhe unë në vitin 2000 kam dhënë provimin e gjyqësorit në Republikën e Maqedonisë. Besoni kam qenë ndër të parët, prej 1200 që u futën 200-300 student për ta dhënë atë provim, dhe kemi qenë një numër shumë i vogël i shqiptarëve. Unë nuk arrita që të bëhem gjyqtar ose prokuror, për arsye se nuk ishin subjektet politike të interesuara për të çështje, dhe pasi që e ndryshuan, pasi u bë një kuadër që dhanë provimin e gjyqësorët ishin në numra, ato e sollën shkollën e re akademive. Dhe shkollën e re të akademive, ati nuk ka asnjë përbërje, të cilët janë më kualitativ ose më cilësor. Dhe nga ana tjetër, nëpërmjet cilësisë dhe kualitetit, ato godasin. Nuk ka cilësi dhe kualitet. O i ka pikët, ka diplom, ka kritere, ka notën mesatare, tu mbaron gjithçka. Se për cilësinë edhe kualitetin i jep diploma, nuk i jep vëmëroja dhe institucionet maqedonas. Dhe këtu neve duhet të mbrohemi në aspektin e dinjitetit kombëtar, se thuhet se gjoja si shqiptarët nuk kanë kuadrë, dhe këtu shpeshherë e iriton gjendjen faktike. U ju garantoj se gjithë studentët tanë që dalin jashtë, gjithë janë me vendet të merituara. Kemi ne prokuror në Gjermani, kemi gjyqtar për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kemi inspektor nga mbarimi me fakultetet e kriminalistikës e kështu me radhë, dhe nga ana tjetër këto aftësi nuk i njeh shteti dhe institucioni i Maqedonisë. Unë alarmoj dhe apeloj të gjitha subjektet të jemi një zë, dhe kjo fazë e ditë të drejtave të shqiptarë. Pra këtu bëhet fjalë për profesionalizëm dhe ekspert të lëmis të cilët duhet të dinë kush janë ata të ndihmojnë, dhe vetëm atëherë nëpërmjet këtyre kuadrave ne do të arrijmë që të barazojmë të drejtat tona. Në të kundërtën deri tash të drejtat e shqiptarëve janë kërkuar jo nga juristët, por thjesht nga politikanët dhe politikanët të cilët nuk kanë mundur që të drejtat politike ti materializojnë në aspektin juridik. A fatkeqësisht institucionet maqedonase i arrijnë të drejtat politike dhe të njëjtat i institucionalizojnë dhe u akufizojnë të drejtat e shqiptarëve në përgjithësi. Kjo është vetëm një indikacion,
po është një metastas e padrejtësive kombëtare shqiptare, dhe nëse edhe këtë e godasin dhe nuk lejohet dhe nuk e kanë lejuar deri tash, dhe nga ana tjetër edhe ndryshimet në arsimin e lartë që po i bëjnë për të godit fakultetet shqiptare, fatkeqësisht shqiptarët do duhet të mendojnë një qasje tjetër të administrimit ose një marrëveshje të re të orë. Profesor, me këtë të fundit se kisha ndërmend bëja edhe një pyetje të përgjithshme, po me ndryshimet e arsimit lartë dhe një marrëveshje tjetër të orit, ju më hapet një kapitull sikur nga fillimi tani për një çështje që nuk mund ta mbyll këtu. Ju lutem jepni edhe një koment për këtë. Pra, çfarë përfshin ndryshimet tek ligji i arsimit lartë që mund të prekin edhe më shumë? Po ndryshimi i arsimit lartë, pra nëse merret për bazë çështja sepse aktualisht shqiptarët administrojnë me 3 universitete, me kuadro jashtëzakonisht të larta të fuqishme, duke filluar nga gjitha programet studimore, dhe nga ana tjetër tani sikur kjo qeveri, po edhe politika shtetënore, gjithmonë është e interesuar që të minimizojë të drejtat shkencore dhe universitare. Unë ja marr vetëm një rast për shembull, për të dëshmuar këtë që bën shteti. Ja rastin e kemi për vitin 2001, për vitin 2002 dhe për vitin 2003. Bazë buxhetit për avancimet shkencore të studiuesve, për universitetet maqedonase lëshohen miliona euro, ndërsa për universitetet shqiptare 0 denar. Të mund të argumentojmë me fakte të sakta, dhe kjo do të thotë që e para bëhet kufizimi në aspektin financiar dhe në aspektin e buxheteve, për të mos pasur avancimet shkencore, qoftë nëpërmjet konferencave, gradimit të studiuesve të rinj, dhe nga ana tjetër, po ashtu nuk lejohet që të kemi doktoraturë ose shkollat e doktoraturës që kanë bërë një proces tjetër me të cilën po të jeni në vendin e rangum keni drejt, dhe vendi 4 nuk ka të drejt. Po ashtu është çështja e indeksit ose indeksi që një ndryshe, aty kur kërkohet mbi 17 pikë që nuk kupton shumë punime shkencore, duhet të citohet vetë autori, dhe nga ana tjetër në nenin 61 të projektligjit insistohet që të gjithë Maqedonia të ketë një universitet publik dhe fakultetet ose programet tjera të jenë dek të saj, dhe ka shumë paqartësi. Po ashtu është nivelin e përzgjedhjes kandidatëve, po ashtu është mënyra e standardizimit, sepse nuk mund të themi ne rangimet të kemi, kur rangimi në gjuhën shqipe po ashtu nuk njihet. Dhe kjo na bën që ne të jemi një pjesë më e ulët për sa i përket rangimit qoftë në nivelin e brendshëm edhe qoftë në nivelin e jashtë. Ne i kemi përgatitur edhe si fakultet edhe vërejtje tona që janë, do të jenë mbi 24 nene të cilat do t'i kundërshtojmë edhe do t'i plotësojmë me sugjerimet e reja. Mirë po, edhe ky ligj, edhe ligjet e kaluara, gjithmonë universitetet shqiptare kanë qenë të minimizuara ose të bllokuara nga ana financiare. Dhe më tepër u kanë dhënë hapësirë që vetëm shkencë mos bën, gjithçka të ndodh për shkencë jo. Prandaj them se duke i goditur balancuesin, duke i goditur universitetet, duke i goditur ndryshimet ekonomike, borxhin publik dhe gjitha këto çështje tjera, shpërndarjet e të mirave materiale dhe financiare, dhe po ashtu dhe parullat që aktualisht më ra me pam edhe një parull që ishte në gjuhën maqedonase në komunën e të Arcës, vdekje për shqiptarët, herës pas here gjitha këto indikacionet na janë ta vëmë në vëmendje ne se cilat janë shkaqet që këta duan të administrojnë shtetin e përbashkët apo kanë anime tjera, dhe nëse kanë anime tjera ato duhet të jenë korrekt me ne, sepse ne mbi 3 decenije e kemi pritur që të ndryshojnë emri me Greqinë, jemi varfëruar skajshmërisht në kurrizin e të drejtave tonë, vetëm por fatkeqësia është këtu se vetë institucionet dhe shteti nuk është interesuar për ta adëruar në BE. Dhe prandaj janë faktorës të cilët ne detyrimisht duhet të kemi një qasje të re, jo se duam ne, por jemi detyruar për të mbrojtur shpopullimin dhe për të mbrojtur padrejtësitë institucionale që aktualisht kjo qeveri ka vullnetin e keq si ligjvanës ndaj kombit shqiptar dhe nuk janë mirënjohës. Profesor, lutem kam edhe diçka të fundit në aspekt më makro për ta parë nisjen e këtij viti. Është lajm i keq për shqiptarët në Maqedoninë e Veriut që Trumpi nuk e ftoi Maqedoninë, pra Shkupin, në bordin e paqes. Pra ndoshta jo më kot dhe indicie që afrimiteti i Mickovskit me Beogradin mundet që
ta ketë sjellë këtë vendim? Është një nga indicjet e para, por është shumë e bazuar dhe argumentuar për arsye se ndryshimi i kahjes jo europiane për shkaqe të caktuara, sepse nga momenti që ju pretendoni të aderoni në Bashkimin Evropian dhe të njëjtës i jepni kushte apo standarde që ju i diktoni, kjo do të kupton që ju nuk e keni vullnetin pozitiv. Mirë po, shpeshherë këtu në Maqedoni flitet edhe për botën serbe. Unë apeloj edhe te maqedonësit, sepse nëse Maqedonia është e rrezikuar nga bota serbe, sepse ato drejt për së drejti e kanë në sovranitetin e vet Maqedoninë në mënyrë të heshtër. Prandaj vetëm nëpërmjet nesh ata mund të ndihmohen dhe të ruhet dhe mbrohet sovraniteti dhe funksionaliteti i Maqedonisë. Për këto nxitje që po ndodhin aktualisht, unë nuk besoj që janë mirë të studiuara, por janë të mirë strukturuara nga slavët që drejt për së drejti për të defokusuar gjendje faktike është goditja ndaj shqiptarëve dhe kufizimi i të drejtave të tyre kolektive, dhe nga ana tjetër po ashtu, ndërlidhet me pyetjen tuaj shumë të qelluar që parashtruat, bëhet fjalë edhe me raportin e fundit të Bashkimit Evropian që u dha për MV, një ka qenë një ndër raportet më kundërshtuese dhe shumë domethënëse për sa i përket mungesës së disponimit për të aderuar në Bashkimin Evropian. Po ashtu Bashkimi Evropian shpresoj që e ka lexuar drejt dhe mirë çështjen slave në Ballkan, dhe besoj që ajo duhet të ofrojë një zgjidhje për sa i përket jo për të mbrojtur shtetin e Maqedonisë, po për të mbrojtur qytetarët e saj, që në këtë rast të gjetet në një formë, siç u gjet për shembull Slovenia me Kroacinë, që kontestet e caktuara mos të dëmtojnë qytetarët për të gjetur në një formë tjetër. Edhe ai është propozimi aktualisht që duhet që mos i jepet e drejta e votës së aderimit të Maqedonisë, dhe kjo na bën pak më shpresë, sepse në të kundërtën Maqedonia dal nga dal po vllabërohet nga armiqtë e saj, mirë po fatkeqësia është se armiqësinë e kërkon të shqiptarët dhe këtu e ka rrugën e humbur. Këto është ajo çështja me të cilën ne duhet aktualisht të punojmë difish dhe të mbrojmë ato të drejtat tona dhe më zbojmë kompromise. Fatkeqësisht të gjitha subjektet që kanë pasur, që kanë qenë pozitë opozit, asnjëherë kur marrin timonin e pushtetit janë shumë tolerant. Dhe kjo pasojat e tolerancës së subjekteve politike shqiptare. Profesor, unë të falenderoj shumë për gjuhën e drejt për drejt edhe në emër të publikut, sepse edhe në gjitha bisedat që ne kemi zhvilluar, komentet si rrallë herë për ju dhe për analizën tuaj janë 100% pozitive në mbështetje të fjalës suaj për të vërtetat që ju i keni thënë në gjitha bisedat tona troç për realitetin e shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Profesor, të falenderoj shumë. Faleminderit, dhe ne jemi jashtëzakonisht mirënjohës për ju dhe punën tuaj. Shpresojmë të takohemi në situata më të mira, po ashtu uroj dhe Shqipërisë që të jetë sa më afër Bashkimit Evropian, po ashtu dhe ndryshimeve pozitive që duam të ndëgjojmë nga shteti i An. Faleminderit shumë, profesor.